lutem, du një opinion sinqer. Pse janë kaq robësima njerëzit kur komentojnë? Pse janë kaq pilla robësh? Pse janë kaq fisima? Shkoj te Wake Up-i, bëj rap, e publikojnë, të futet një pillë robësh, thoje femër, kjo është gomar, një robësire. Flas për një ndjenjë që kam përjetu aty, futen 30 robësira, thojnë është qorr, është i shëmtuar, është i varfër, është i pa cip, i pa sedër. Them për një banor për shembull që më pëlqen, do shajnë, jo po ky ndryshon opinion, jo po ka thënë gjëra të tjera, jo po kështu e pa ashtu. Them për një banor që nuk më pëlqen, gjëra pa thënë. Si mund të jenë njerëzit kaq robësima? Si mund të jenë njerëzit kaq robësima, më valla, si shpjegohet? Si mund ta marrësh kohën tënde, mu fut me emër, mbi emër, ose më profil falso, çfarë rëndësie ka? Me sha dikana valla që s'ka bën si gjë. E ne me sha, jo me argumentuar, me dhënë një argument, me thënë, nuk më pëlqen kjo gjë që bën ky për këtë arsye. Si mund të jenë njerëzit kaq të varfër, më valla, kaq të varfër? Kaq të varfër në mendje, në shpirt, në pillin e robëve tyne. Si mund të jenë njerëzit kaq robësima? Si shpjegohet? Tani që po bëj këtë, do futen do thojnë G-Boxi kush? Prap me G-Boxin e kush? A thu se kam fabrikun që prodhon G-Box, a kupton? Duhet m'ju dhanë llogari tash për G-Boxin, për mjekrën, pse kam lyer mjekrën, duhet m'ju dhanë llogari. Pse jam tu bë story, duhet m'ju dhanë llogari. Pse kam qenë Big Brother? Pse bëj rap 43 vjeç? Pse më pëlqen një femër 43 vjeç? Duhet m'ju dhanë llogari robësimave. Të ma shpjegoj dikush o valla. Po të ma shpjegoj një psikolog ose një intelektual me bagazh, jo një psikologe që del edhe shpërndan lajme të rreme, thot se ka marrë kërcënime nga çumat e Londrës. Sepse kjo psikologe nesër me këtë lajmin e rrem do kallëzohet në polici, do fillojnë procedura penale. Procedura ligjore, se ndoshta penale nuk është pak më lehtë se aq, por procedura ligjore për krim kompjuterik. Edhe ata që ofendojnë me emër mbi emër, gjithashtu.